Bashkimi Demokratik për Integrim ka paraqitur kallëzim penal ndaj ministrit të drejtësisë Igor Filkov për shkelje serioze të detyrimeve kushtetuese dhe ligjore. Bekim Berisha nga BDI sqaroi se padia së pari është për pengim të zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, në kundërshtim me nenin 7 të kushtetutës dhe neneve 1, 2, 3 dhe 9 të ligjit për përdorimin e gjuhëve, dhe së dyti për mos zbatimin të detyrave zyrtare në dëm të drejtave kushtetuese dhe ligjore të qytetarëve shqiptar, në kundërshtim me nenin 9 të kushtetutës dhe nenin 353 të kodit penal. Refuzimi për të organizuar dhe mbajtur provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe cënon drejt për drejt të drejtën e përdorimit të gjuhës zyrtare në procedurat para institucioneve. Mosbatimi i ligjit dhe mohimi i kësaj të drejte dërgon mesazhe diskriminuese dhe rrezikon thellimin e tensioneve në një shoqëri multietnike. Ai tha se sipas ligjit për përdorimin e gjuhëve, institucionet shtetërore janë të detyruara të sigurojnë që proceset, dokumentet dhe komunikimi zyrtar të zhvillohen edhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve. Sipas BDI-s, duke mos ofruar provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe dhe duke refuzuar zbatimin e kësaj të drejte ligjore, Ministria e Drejtësisë ka shkelur detyrat e saj zyrtare dhe se ka cënuar parimin kushtetues të barazisë. BDI kërkon nga Prokuroria Themelore Publike të ndërmarrë menjëherë veprimet hetimore.